Përshëndetje, Kosova ka hi në, ta themi kështu, gati në 2 javët e fundit për caktuese nëse do të ketë president apo do të kemi zgjedhje. As televizje politike këtë javë nuk ka pas nga kryetari i Partisë Madhe dhe Lëvizjes do të vendosje për të takuar liderët e opozitës dhe për të shikuar të zgjedhjen një mënyrë që të zgjedhet presidenti. Gjithçka po shkon ngadalë dhe heshtorazi. Përshtypja është që nuk do të ketë përpjekje serioze, nuk do të ketë president dhe do të ketë zgjedhje. Ndryshe flasin megjithatë në lëvizjen vetëvendosje. Burime nga atje më kanë thënë se kryeministi Kurti u ka thënë atyre që me çdo kusht do të tentojë të evitojë zgjedhjen dhe do të zgjedhë presidentin. Ai bie kjo që Kurti, kjo me çdo kusht që Kurti do të pranonte edhe një propozim nga opozita, në këtë rast nga PDK ose nga LDK, është më shumë pikpyetje. Sikurse pikpyetje ka edhe se çfarë do ndodhë në përgjithësi në Kosovë. Ajo që po duket është që pushteti po tenton të shtyjë përpara disa ligje dhe disa vendime të cilat pastaj do të ndihmojnë atij në fushat zgjedhore. Era po vjen zgjedhje, por a do të jetë java ardhshme, do të shkojë java ardhshme në drejtim të kundërt me erën, do të shohim. E kam në musafir sot deputetin e PDK-s dhe anëtarin e kryesisë PDK-s, zotin Mergim Lushtaku. Me Mergimin do të flasim për të gjitha këto tema duke nisë nga takimi sot në kuvend. Mergim, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Mergim, sot kanë qenë 2 ligje që të rëndësishme, por që duket se kanë qenë më të rëndësishme kur janë proklamuar. Posaçërisht ky ligji për byron dhe për konfiskimet që trumbetoi. Më tha dikush që e ka lexuar ligjin e tërësi që aq shumë është krejt ky ligj sa që nga një byro që do të konfiskonte u shndrua një organ këshilldhënës që nuk ka kurfar fuqie vepruese. Pra tigrin me të cilin kërcënin të korruptuarit e ka shndruar në baçok. A pi bjen kjo që jën tut pak edhe për veten apo çka? Çka ka ligji? Unë besoj që më shumë të friksohen tash nga vetë veprimet e tyre politike, veprimet e tyre korruptive, nga veprimet e tyre që gjatë kësaj qeverisje janë ataku dhe kanë dalë shumë skandale, edhe realisht kemi po që ka edhe ngritjet e aktakuzave në këtë drejtim. Po byroja si byro fillimisht është trembëtuar që do të ketë një mision shumë më të madh, dhe edhe pse antikushtetues, antiligjor, por ishte për qëllim përfitimet të votave, sepse e kanë kriju narrativin të atij lloji që ka korrupsion të madh dhe janë të korruptuar partitë e vjetra në pushtet. Dhe sigurisht që me verifikimin edhe me diskutimin publike edhe të vendimeve të gjykatës kushtetuese është dëshmuar se ka shkelje të mëdha të kushtetutës dhe parimeve evropiane për të drejtat dhe liritë dhe dignitetin e njerëzve. Dhe sigurisht në këtë kontekst është paraqitur dhe në seancë, edhe pse titulli ende është bombastik, nëse mund të them, apo është elektoral, sesa që është e vërtet në bazë asaj që kanë deklaruar. Sigurisht ka ende përpjekje më shumë elektorale që me paraqit që ne po luftojmë korrupsionin, ndërsa në mesin e tyre ka të korruptuar jashtëzakonisht shumë. Ne jemi për një ligj i cili me të vërtetë e ndihmon drejtësinë, sepse nëse nuk ka shtet të së drejtës, me të vërtetë edhe njerëzit edhe më shumë emigrojnë nga vendi, çka këtu 5 vitet e fundit ka ndodhur në shumë raste ku mbi 200-300 mijë qytetar kanë emigruar jashtë vendit gjatë qeverisjes së Kurtit. Mergim, po të pyes direkt, kjo biroja tash e re, a e konfiskon pasuninë pa e pyet kërkon çush e ka pas për qëllim të dyshuar, pasuninë e dyshuar, dhe pastaj të vendoset gjykata, a e ndron barrën e provës nga shteti te qytetari, apo është kthyer është ndryshuar kjo pikë. Këto 2 pika të cilat disa nga pikat të cilat kanë qenë kontestuese për gjykatën kushtetuese. Këtu ende ka disa interpretime të ndryshme, ka edhe realisht rekomandime edhe nga shoqëria civile që të ndryshohet edhe pjesa e titullit, sepse me të vërtetë tash më shumë është këshilldhënës se sa është domethënë nuk konfiskon më byroja pasurisë. Nuk konfiskon. Gjykata vendos për konfiskim, jo domethënë byroja, edhe nuk duhet të lehet asnjëherë një byroje politike të bëj
një gjë të tillë, që besoj nëse ne vendosim një shtet demokratik që si pas modeleve të ndohen pushtetet legislativ, ekzekutiv dhe të drejtësisë apo gjyqësorit, gjithmonë i takon gjyqësorit të vendosë mbi këtu parime edhe për çështjen e konfiskimit të pasurisë. Dhe besoj nëse vendos që të ketë një ndryshim të tillë në bazë edhe konventave ndërkombëtare, unë personalisht jam pro votimit edhe një farforme të heket ajo shfaqje politike që përbajnë gjëja që përluftojnë korrupsionin, në të vërtet mes të shumë të janë të zhytur në... Pas që është sot ligji, është i votuar shumë për PDK-n? Për momentin ne kemi qëndrimin politik si parti, që të kemi një abstenim, derisa të ketë plotësimin në rekomandimeve tona. Sa janë rekomandimet kryesore? Dhe rekomandimet tona janë që 1, 2, 3. Të gjitha këtu çështje që janë të ndërlidhur prej titullit të bëros. Kërkoni një me ndru titullin. Titulli të jetë konform me kompetencat. Me kompetencat. Që i kanë dhënë vetë në ligj. Që i kanë dhënë vetë në ligj. Dhe sigurisht gjitha ato udhëzimet që kanë hapur domethënë edhe KDI-ja apo edhe shoqëria civile edhe ekspertët të plotësuan në përmbajtje. Klipasën e të ligji për energjinë. Çfarë është qëndrimi i PDK-s? Po, ne realisht e kishim në diskutim për me vendos në procedurat e përshpejtuara edhe ligjin për energjinë, por që nuk kaloi sot, si kemi po në ditët e fundit, kemi formën e përshpejtimit të procedurave të diskutimit në Kuvendin e Kosovës. Sepse unë besoj që pikërisht qëllimi i tina është që me bë pakot e ligjeve që gjoja është interesuar për të zgjedhur problemet të qytetarëve dhe për të ndihmuar vetëvendosjes në berjen e fushatës. Edhe pse e tha ti që po vjen era fushat, po besoj që energjinë nuk e kanë këta për fushat, sepse me të vërtet e shohin edhe qytetarët e vendit se nuk po trajtohen me të vërtet problemet e reale qytetarëve, po trajtohen kalimthsi sa për sy e faqe dhe realisht çdo ligj që diskutohet vetëm sa për sy e faqe nuk mundet të vërtetoj apo të zgjidh problemet reale të qytetarëve që e keni për ditë. Pse po thosh se ka energjinë? Rastin e fundit që kemi edhe te energjia, edhe tek nafta që kemi dhënë, siç kanë dhënë edhe vendet e Evropës, largimin e akcizës apo edhe të TVSH-s, ne kemi propozuar konkretisht që barrën të merr shteti e jo qytetari. Pastaj shteti të ndihmoj ato me Por kjo ministri Kurti tha gjithë në keni lyp me marrë këtë barë, se ka marrë dhe gjithë jam rrit në zgjedhje. Është e vërtet që ka një rritje, po nuk është shkas ky që ka posë rritje. Pra një farforme ju akuzoj që parashye zgjedhore kërkoni këto ndërhyrje të shtetit? Pa e për mund. Po nis në prej hulumtimeve që e pash edhe në për portale shumë serioze, që është edhe Radio Evropa e Lirë, ku pat disko pyetje për qytetar se cila është forma më e mirë dhe lehtësimit për problemin e derivateve. 64% e qytetarëve kishin votuar që të largohet akciza edhe të lehtësohet drejt qytetari, jo në mënyrë indirekte të përfituar. Që tani po votojmë vetëm. Po, kjo është pyetje që na realisht duhet të dalin zgjedhje për akcizë. Sigurisht që nuk dalim vetëm për akcizë. Besoj që ne duhet të kemi një blok tjetër të partive politike që me të vërtet e tërgojnë fytyrën e vërtet të vetëvendosjes dhe tërgojnë paaftësinë e tyre për më marrë me gjendjen reale të qytetarëve edhe jo më marrë vetëm për fushat me ngrit, domethënë subvencionet e ndryshme, çfarë ka bërë për shembull, se në bigjeta ne e dimë që kemi një pjesë të shoqërisë se ka varfërie të mëdha të shoqërisë në fillim qershorit. Prap ka parë kjo është me vërtetë është shqetësuese sepse ne duhet të konsiderojmë buxhetin e Kosovës si buxhet të familjeve tona dhe një buxhet që duhet të planifikohet mirëfillte e jo të shpenzohen parë për parti politike, po të shpenzohen parë për nevojat e qytetarëve që të jenë më stabile gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë një periudhe të vitit. Mergi me përmene, si në përdhëm të kaloj ajo, një blok partive politike, çfarë mendove? Unë besoj që do të bëhen bloqe politike dhe fuqi frymë politike që e ndryshojnë spektrin politik dhe fuqinë e madhe që ka për momentin vetëvendosja, bashkë me partitë e tjera
guxë dhe alternativen, dhe nëse ne kemi hapësirë dhe me të vërtetë dëshirojmë që mos të krijojmë një shtet autoritar ku Albin Kurti ka të gjitha pozitat dhe e ka të gjitha levat të shtetit edhe padrejtisht vendos për shumë çështje duke shkel edhe dinjitetin e njerëzve, atëherë është koha që ne si parti politike të reflektojmë. Të reflektojmë dhe të afrojmë aty parti të cilat kemi për afrim më të afërt edhe të parimeve, edhe të vlerave dhe të rrugtimit politik, por edhe t'i afrojmë edhe tjera. Shembull konkret ishte është PDK-ja, sigurisht që për mu personalisht nuk është qëndrimi i kryesisë së partisë. Po flasim me ju. Është që të ketë afrim edhe me zotin Limaj, po pse jo edhe me Ramosh Haradinaj, që të shikojmë të bëjmë një blok politik i cili me të vërtetë i mbron vlerat edhe historike, por edhe jap alternativë që të ketë mundësi të jetë edhe kandidoj për pozitën e parë të partive politike. Më jepë një opcion që thaj është i yti, është si me thonë, ashtë që ka teren mrena subjektit politik me endja vendi marsëve që të shkoj kjo ide? Apo flitet ashtë që ka një disponim? Unë e shoh vullnet, sidomos në gjenerata e re politikanëve, që ka një vullnet me të kalu ndatësit e kaluarës. Sepse ku të shohim vetëvendosin si formësim, shohim që ka pitë majtë, pitë djatërve, prej klasikëve, do më dhe prej moderuarve, të gjithë janë në një parti politike dhe aty nuk i pengon kjo pjesë. Ata kanë dashur qëllim vetëm karrikën e pushtetit, po pavarësisht asaj, nëse ne me të vërtetë dojmë na Kosovën, do të më la anash ndasitë tona dhe do të më bë bashkë që mos më mundsu me kriju një shtet plotësisht autoritar, çfarë pretendon me bë Albin Kurti dhe vetëvendosja. Po e bie që PDK pak në një farforme kam lidh mend, herë e kaluam nuk ke mund shumë një koalicion veç mes PDK-s dhe Nismës. Unë besoj që në këtë aspekt ka reflektu, kam lidh me ka reflektu. Besoj që Partia Demokratike ka analizuar atë pjesë. Edhe këntash. Besoj që Partia Demokratike e Kosovës e ka analizuar edhe këtë pjesë. Edhe më herët, por sigurisht që do të ndryshoj komunikimi dhe do të bëhet më i hershëm, jo në fund të afateve ligjore. Dhe ndoshta do të mendojmë përtej koalicione parazgjedhore, po të mendojmë edhe për një koalicion apo për shkrirje të një partije që dihet që Fatme Lima realisht ka qenë edhe më herët edhe themeluesi i Partisë Demokratike të Kosovës. Po kjo sigurisht që nuk bëhet vetëm nga një përfaqësues i partisë politike apo një antar i kryesisë. Unë shoh që ka vullnet për me ndryshu këtë pjesë. Unë sigurisht që brenda partisë kom lëbu dhe do të lëboj prapë, sepse nëse dëshirojmë me të vërtetë të jemi alternativë edhe për shoqërinë në Kosovë, edhe të jemi ngarë në aspektin e rritjes e votave, atëherë sigurisht që do të mbledhen të gjitha aleatët për të dalur sa më mirë në zgjedhjet e ardhshme. Me Haradinën ka bisedu kosha, ke bisedu idenë me dikën atje, jo? Jo, deri më tani nuk është bisedu. Qof kështu në tavolina, nuk është bisedu. Casual që thojmë kështu. Sigurisht në aspektin e takimit shkurta për kafe gjatë seancave kemi lëshu si bisedë. Por besoj që mbi gjitha këto diskutime që i bojmë edhe në mënyrë televizive apo publike, këto janë shaja që tregojnë që dikush brenda partive politike ka diskutim të tillë që më ndryshu forcat politike brenda vendit. Dhe besoj që është koha tashme që mos më lë një parti politike me vendos vetëm. Pra hajde për tentojmë me shtri në nivel të përgjithshëm zgjedhor këtë ide. Janë hipotetikisht po flasim, këtë hipoteza. E ki blokun LDK Vjosa Osmanin, një, apo? E ki blokun, ta themi kështu, të luftës, të se mund të quajmë, PDK, Nisma dhe AK, dhe në anën tjetër lëvizje vetëvendosje. Çfarë mendon se do të ndikonte në fund në peizazhin politik, në peizazhin matematikën zgjedhore? Unë besoj që nëse kishim pas këtë lloj të blloqeve politike, do të krijonte një blok ku shumica e partive politike do të kishin afërsinë e numrave të barabartë. Do të afrojë distanca mes VV-n dhe njëra tjetrës. Absolutisht do të afronte një distancë që është tash e largët apo në numër
më i madh se sa kena menduar edhe para zgjedhjeve nacionale dhe besoj që kjo do të ndihmonte edhe pluralizmin politik, por edhe vendimarrja do të ishte pak më normale dhe nuk do të ishte ngushme. Sigurisht se më së shumti do të përfitonin edhe qytetarët të gjitha qyteteve në Kosovë, sepse kemi pa që ka një orientim vetëm nga disa qytete dhe po linin anash shumë prioritete të qytetarëve që nuk e kanë mbështetjen e një partie politike që është në pushtet tani. Mergim, na po folim që po shkojmë në zgjedhje. Me që kandidatur po hynë PDK në zgjedhje. Llafet janë që Betri Hamza nuk është më interesuar që t'jetë bartësi listës. Ka fjalë për emra të ndryshëm që po fliten, po si e sheti? Unë besoj që nuk e kemi komunitetin me ndërru kandidatën, ju pse nuk kemi kandidat të cilët nuk e kanë profilin që mund të garojnë edhe për kryeministër, por besoj që ka qenë shumë kohë e shkurt edhe për kryetarin Betri Hamza që të manifestoj në plotni mandatin e tij si kryetar dhe të realizoj edhe platformën e tij që të ketë një besueshmëri më të madhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Besoj që vetë kjo fazë e zgjedhjeve që kalun, 2 zgjedhje nacionale në vitin e kalun, jam dëshmi që ato kanë qenë më shumë emocionale se sa kanë tregu një analizë të profilet të performancës se sa kanë arrit më shumë një parti në pushtet apo jo. Dhe besoj që tash ku ka kalu kjo fazë edhe po shihet qartë se nuk është interesuar një lider politik që ka fitu 51% të votave me zgjedh presidentin, ku besoj që kjo çështja e zgjedhjes së presidentit është forma më e lehtë, ai tregon se qytetarët tregon që nuk mundet mi besu një njerit që vazhdimisht vendin e shtin në zgjedhje dhe e lën në kaos të problemeve të tij e nuk merret me çështjet e tij, apo merret vetëm me kapjen e gjitha pozitave të institucionit shtetëror. Prandaj besoj që qytetari, sidomos ai që e përjeton jetën e shtrajt në Kosovë, rrymen e shtrajt në Kosovë, derivatet e shtrajta, besoj që ai reflekton dhe besoj që edhe kjo pjesa e kapjes së gjitha pozitave do të ndikojë edhe më shumë që mos të jap një besim që të krijohet një sistem një partijak, po të japet mundësi të gjitha partive politike të përfaqësojnë qytetarët e vet. Pra Mergim, na si më thonë nisëm kështu prej mesit, pra ti je i bindur që zoti Kurti dhe nuk ka interes se të bëj presidentin dhe se nuk do të arrihet një marrëveshje në këto 10 ditë që kanë met pak a shumë për me emëru presidentin dhe shkojmë zgjedhje. Absolutisht unë nuk besoj që ka pas nga fillimi qëllim që të shkoj dhe të zgjedh presidentin e Kosovës. Prej fillimit ideja e tij në bazë veprimeve të tij politike është që të zvarris këtë proces sa më shumë që pastaj ai të del me një arsyetim para publikut, ja shikoni nuk po më lejojnë me zgjedhje presidentin e Kosovës edhe pse kam 51%. Ne nuk ja mohojmë fitimin e votave 51%, edhe pse kemi dyshime edhe në këtë proces, por Kushtetuta e Kosovës e parashit që të ketë 2/3 për me zgjedh presidentin. Qyshe e lejon me 51% me zgjedhje dhe qeverinë. Është hipokrizi me kërku me zgjedh të gjitha pozicionet shtetërore me 51%. Derisa në demokraci ka kompromise që realisht të ketë një gjatësi edhe një stabilitet edhe politik edhe ekonomik në vend. Për çfarë dyshime që bate fjalë? Po ne kemi pa dhe rastet e fundit, sidomos në zgjedhje lokale, ku ka pas drejt për drejt ndikim tek votat në zgjedhjet në Mitrovic. Dhe kena paraqit pati vjedhje me ana PDK-s. Sigurisht jo vetëm PDK-s ka pas, edhe vetëvendosje ka pas, edhe realisht ne kemi gjyku publikisht edhe brenda komisioneve që në prezident ka pas, ani edhe sigurisht që për çdo kesh përdorim edhe 80% të besimit të qytetarëve e gjykojmë dhe e dënojmë, sepse është e dënueshme dhe definitivisht nuk është as demokratike, por është edhe antiligjore. Po pavarësisht asaj, na po flasim për vjedhjet e votave të partive tjera në partitën tjetër. Dhe kjo është më e rrezikshme sepse përtjetërson domethënë në votën e qytetarit dhe ndryshon këtë kohën dhe kjo është
edhe kjo është e dënueshme, po megjithatë është që po të tjetërsohet edhe vota dhe që duhet të shikojmë mekanizma më të fortë që të ruhet. Si është funksionimin e KQZ-s PDK? Duke shtuar këtu edhe të antarin që ende nuk po emërohet. Po si është Unë funksionimin? personalisht kam shumë kritika për KQZ-n. Shoh që vetë procesi i votimit, vetë menaxhimi ka qenë domethënë jo stabil dhe jo garantues për votën e drejtë dhe që vota çdo qytetari të shkon në adresën që ai i ka besu. Prandaj sigurisht që këtu edhe shumë të tjera duhet të krijojmë me një reformë më të mirë zgjedhore në të ardhmen, sepse po shihet qartë që ka manipulim, pse mos shkoj edhe në vota digjitale që më njëherë pas votimit të numërohen edhe. Po pse procesi i numërimit këtë herë ishte i shpejt për dallim nga shkurti i vitit kaluar? Po, ishte më i shpejt, po prapse Nuk ishte ato probleme të njëjta teknike. Ka pas gabime të... Pat probleme shumë mëdha, pastaj... Po, sigurisht ato rekomandimet që ishin nga zgjedhjet lokale sigurisht janë mundu mu paraqit në të ardhmen, po prapë domethënë ka prapë dyshime në atë fushë. Ende nuk po emërohet antari i fundit i KQZ-s, është garë mes PDK-s dhe VV-s. VV-ja po kërkon mi u jep atij, PDK-ja PDK-s. Çush është këtë situatë, çush do të përfundoj kjo punë? Sot që kemi ushtruesin e detyrës nga VV. Sigurisht. Dhe ish presidenti ala çështje. Shoh që vetëvendosja siç po shihet tash i ka gjitha levat të shtetit, edhe pse u ushtrues detyre e presidentit, po ka mundësi të interpretoj në një formë që e favorizon vetëvendosjen dhe të jap për herë të parë 3 antar të KQZ-s vetëvendosjes që rrezikon edhe mirë funksionimin e mirë të KQZ-s. Dhe sigurisht që në këtë aspekt ka dyshime edhe më të mëdha që mundet më kesh përdorur dhe në mënyrë më masive kjo pjesë. Ka edhe antar të cilët janë të lidhur ngushtë edhe me vetëvendosjen, edhe në institucionet që janë që i çdosh me kohë profesionale dhe sigurisht kjo e rrit edhe më tej domethënë dyshimin. E shoh që fatkeqësisht se ndodh kjo, çfarë bën PDK? Fatkeqësisht e shoh që ne sigurisht do të shtërrim gjitha instrumentet ligjore ku do të argumentojmë se s'është e drejtë dhe kemi gjykime të tilla që e japin të drejtë partisë opozitore apo partive në parlament që të përfaqësohen me 2 antare, jo me 3 antarë, qysh ka thonë pro vetëvendosjes kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Mos do të përdoret ky rast si pretekst për të dërguar në gjykatë kushtetuese dhe pastaj për të vonuar procesin e zgjedhjeve, për ta çuar diku në korrekt. Kur i shkon më shumë për shtatin vetëvendosjes? Besoj që vetëvendosjes i shkon për shtati sa më larg, që është e mundshme deri në shtator, tetor, dhjetor të vitit, ndoshta do të nxjerrë si kontest dhe të interpretoj që ka të drejtë deri në 6 muaj të ketë mendime që të ketë si ushtrues detyre të presidentit, por besoj që këtu janë të padrejta dhe ne kemi po që në vazhdimsi vetëvendosja pavarësisht pse tash instrumentalizon gjithë ligjet e shtetit dhe keq interpreton qëllim shumë, aja nuk e ka derë pse shkel Kushtetutën e Kosovës. Dhe kemi po që shkelësja më e madhe e Kushtetutës është vetëvendosja, sepse aja nuk ka besu nga fillimi në Kushtetutën e Kosovës. Prandaj, ndoshta mund të them që aja lun flisht në këtë politikë, sepse pavarësisht asaj nuk e ka asnjë respekt të Kushtetutës për të cilën kanë luftuar edhe dëshmorët edhe invalidët e luftës, edhe gjithë popullit që të kemi një herë për gjithmonë një Kushtetutë që garanton edhe drejtësinë, që garanton edhe lojën në ferë të zgjedhjeve, edhe gjitha drejtësitë që duhet i takojnë një shtetit sovran. Mergim, na dëllim shpejt edhe te KQZ-ja, po duke thotë, a je i sigurt që ka me shku vendin zgjedhjen në qershor? Pas matematika. Sigurisht që pas këtyre ndryshimeve nuk ka siguri të plot. Gjykimi i gjykatës kushtetuese e jap të qartë se kur është data e fundit, 7 qershori është data e fundit. Por derisa e kemi në pushtet dikam që nuk e respekton Kushtetutën e Kosovës, ligjet e Kosovës, nuk mund të besoj 100% që do të shkon në atë datë dhe sigurisht që pastaj duhet të kemi me të vërtetë një protestë të madhe dhe duhet të bëjmë një veprim politik që nuk
është dashur të diskutohet fare në mesin tonë. Çka nëse, në situatë hipotetike, çka nëse sepse ka paralajmërime nga lëvizja vetëvendose që as dikush nuk janë interesuar për zgjedhje. Ka edhe paralajmërime që potencialisht mund t'i ofrojnë opozitës mundësinë për zgjedhje. Çka nëse zoti Kurti ju drejtohet me letër e thotë, "Më jep 3 emra dhe jo votoj." Ne kemi thënë nga fillimi, nëse Partia Demokratike e Kosovës arrin marrëveshje me vetëvendosjen dhe pajtohet që të ketë nënshkrime dhe të japet emrat e partisë, atëherë ka qenë ideja që të japen të emra. Po kjo ka qenë deri me 5 mars. Po. Dhe tash si është? Ndërsa tash ne kemi para vetes një mbledhje të Këshillit Drejtues, që është ditën e hënë, dhe aty do të vendosim se a do të kemi të njëjtin qëndrim. Personalisht, unë besoj që nuk duhet të ulem me Albin Kurti në tavolinë dhe t'ia dhojmë shansën që t'ia atakoj padrejtësisht partitë opozitare, vetëm për të justifikuar vetveten se unë tentova për me zgjedh këtë krizë politike, po nuk po dojmë partitë të tjera. Ndërsa përgjegjësia kryesore i takon vetëvendosjes dhe nuk është interesuar me zgjedh. Prandaj personalisht besoj që nuk kemi hapësirë me dhënë një psikopatit politik shanse që me lujt me fatin e Kosovës. Çka ndroi? Për mendimin tim, çka ndroi se është personi i njëjtë. Ne personalisht është problemi i njëjtë. Është personi i njëjtë, është partia e njëjtë, që s'kena besuar nga fillimi tek ai dhe tek partia tjetër. Por personalisht dhe Partia Demokratike e Kosovës në përgjithësi ka menduar që më jap shansë Kosovës që të jetë në këtë hapësirë duke parë rezultatet që ka dalë 51%, të jetë proaktive në zgjedhjen e institucioneve të vendit. Por e pam që ai nuk është interesuar me zgjedh presidentin e vendit dhe sigurisht që ne nuk duhet të bëhemi pjesë e lojës së tij, e cila çdo ditë më shumë të sjell drejt një pushtetit arbitrar. A është kjo autoritar? A konfirmon kjo ato deklaratat edhe nga zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje që opozita ka ndrruar për zgjedhje në momentin që ka po që Albin Kurti nuk e propozon Vjosa Osmani dhe Vjosa Osmani do të jetë garës, e kanë shpresë që kjo dëmton VV-n. Jo, absolutisht nuk është e vërtetë. Ne nga fillimi kemi thënë që jemi për një figurë që pajtuam të gjithë, ka qenë ai njëri nga familja Jashari që u largua, ndërsa për neve nuk ka qenë absolutisht e kritikueshme pse zgjedhet dikush tjetër nëse ka pajtueshmëri mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Ne mund me jap qëndrimet tona sa besojmë sa nuk besojmë, por në aspektin e përgjithshëm ne kishim dëshiruar që të jetë formimi i gjitha institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit që të merr me tema të narkomanisë, të vetvrasjeve, të krizave ekonomike, të shtretimet të energjisë, të problemeve reale të qytetarëve, e jo të merremi me zgjedhjen e presidentit. Por në dorë e ka Albin Kurti këtë çështje dhe deri me tani u po që ai vetëm është duke justifikuar edhe duke munduar me zvarrit edhe më tej problemet e zgjedhjen e presidentit. Pra, çka kemi dëgjuar mërgim nga Albin Kurti është që në takime me LDK-n i ka thënë se zor është me bë marrëveshje me juve, sepse nuk i kemi mi 80 vota, na duhen 84, 85 minimum për të hyrë sallë. Kjo bënte, si më thënë, bënte partner potencial Partinë Demokratike të Kosovës. Unë i kam pyet në Debat Plus edhe deputet VV-s, a kishit votu një president që do ta propozonte Partia Demokratike e Kosovës, thanë nëse vendos partia po. Pra, në një farë forme, VV duket se ka interes këtë moment që ta thyej atakun me PDK, po ju duket s'keni, pse? Besoj që ne kemi arsye të shumta pse nuk i besojmë vetëvendosjes, pse nuk mundem mi thy akullin me vetëvendosjen, dhe realisht në këtë aspekt ne kemi dhënë shansën, edhe pse nuk kemi dëshiru si parti, edhe pse nuk kemi besu si pushtet, por për hir të Kosovës dhe për hir të proceseve kena dëshiru që dalim nga ky ngerç politik edhe të merrem me problemet reale të qytetarëve. Por derisa ai vetë nuk dëshiron që të largohet nga kjo pjesë dhe të jap vetëm deklarata, domethënë
politike ditore, sa për të thënë se ku më thënë. Atëherë sigurisht që ne nuk mund të Jo, bëjmë pjesë. thash nëse ju drejtohet me letër. Si ju keni kërkuar Derisa drejtohet me letër. nuk na ka drejtuar me letër, nuk kemi me marrë një qëndrim të tillë. Ne prandaj kemi organizuar dhe mbledhjen e Këshillit Drejtues që të marrën në qëndrime edhe në këtë pjesë. Sigurisht që unë personalisht e japa qëndrimin tam, që unë tash e tutje personalisht besoj që nuk duhet shkohet as në takim me Kurtin sepse ai e ka djegat kartën e respektimit edhe të çdo procesit institucional. A është ky qëndrim, si më thonë, që po pishon që po merr dominancë Partinë Demokratike të Kosovës në kryesi se përgjithësi një unitetet bisedoni. E shihni disponimin, a është ky pak a shumë disponimi? Në përgjithësi është disponimi që mos t'i japet shans Albin Kurtit me justifikuar veten se gjoja unë po dëshiroj me zgjedh presidentin, po këta nuk janë të interesuar me zgjedh presidentin. Derisa ne kemi jap gatishmërinë e plotë që të zgjedhim edhe presidentin e Kosovës vetëm për të dalë nga kjo krizë. Pa PDK do të më shkon zgjedhje. PDK është e gatshme me shkon zgjedhje. Jo pse dëshiron, por sepse përballë kemi një pushtet i cili lum me pushtetin edhe me besimin e qytetarëve sikur ti kishte gjithmonë në xhep dhe mendon se çdo herë ka atë besim. Ndërsa ne besojmë çka se Kurti e bën me LDK-n, zoti Aziri po del, zoti Aziri po del po thotë jeni aty u përpjek. Ne patëm më rastin me fol edhe me zotin Azirin edhe në kuvend dhe kemi ndoshta njëtin qëndrim në aspektin e përgjithshëm, po sigurisht ai mund të thotë edhe vetë atë pjesë. Kemi që ai e ka për qëllim vetëm që t'i takoj liderët politik dhe pastaj të thotë që shikoni, na kemi mundësi me shku në zgjedhje dhe sigurisht që ju i keni thënë pastaj rezultatin këtu. Ndërsa nuk jap mundësi për kompromise politike. Sa gjëra ju ka thënë liderët politik? Unë personalisht nuk kam qenë në ato takime. Unë fola në diskutim që patu me edhe zotin Azirin. Po se është informatë, është interesante. Edhe besoj që edhe kështu informata që kemi pasur edhe me kryetarin në atë frym ka shku. Nuk është interesuar ky me zgjedh presidentin. Është interesuar me post takime, me çit para opinionit publik që jam taku dhe pastaj nga organizimi i tij propagandistik me dalë që këtu e në thonë pa u thënë ato fare në takimet e përmbyllëse, që mi vazhduaj propagandën e tij politike çfarë ditë të bëj ai me partinë e vet. Po çish do ta kundërshtoj këtë propagandë? Çish do të ndërtoj propagandën e vet PDK-n në këtë rast? Unë besoj që shumë e drejtë kjo pyetje, realisht sepse ne po flasim për aftësitë propagandistike të Kurtit, po asnjëherë s'po flasim pse partitë opozitore s'po kanë aftësi ose s'po tregojnë aftësinë për të përballë me të. Ne tash ju keni pasur tash jemi më aktiv në studio televizive, jemi më aktiv në për rrjetet sociale për me tregu kartën apo anën tjetër të medaljes dhe për të treguar që ky nuk është interesuar për me marrë për me zgjedh presidentin, po është interesuar me shku zgjedhje sepse përfaqësohet shumë proceseve që ai kanë nënshu edhe në marrëveshjen e Ohrit, edhe proceset e tjera. Dhe besoj që marrëveshja e proceseve asociacion marrëveshje sigurisht ai ka dy mundësi apo dy opsione. Opsionin që apo pretendimet që e ka që ai të rreth sa më shumë partinë edhe me tej apo të zvogëloj partinë që të ketë një koalicion më të gjerë dhe të marrin partitë të tjera bashkërisht përgjegjësinë për këtu marrëveshje ndërkombëtare. Dërgim, faleminderit shumë. Ndërprerja prej kuvendit, po respekt. Unë bak. Ndeshëm.